obeziteti dhe diabeti janë sëmundje kronike dhe normalisht ndërhyrja duhet jetë sa më e hershme. Pra ndihma duhet kërkuar qoftë edhe në atë stadin e mbipeshës, pra raporti I peshës me gjatësinë nuk I ka plotësuar kriteret për të quajtur një pacient obez, por është mbi peshë. Sidomos kur mund të ketë faktorë të tjerë rreziku që mund të jenë sëmundjet e tjera bashkëshoqëruese. Ndihma duhet kërkohet kur edhe pacienti ka tentuar vetë, siç e tha, me këto dietat e veta jo profesionale dhe nuk ka arritur qëllimet që kërkon. Ndihmë duhet kërkohet edhe kur mbipesha apo obeziteti ka filluar që të prishë cilësinë e jetës së pacientit. Por obeziteti është një sëmundje multifaktoriale, kronike, që trajtohet nga ekipe multidisiplinare. Kanë rënë tashmë ato teoritë që trajtimi I diabetit I obezitetit është vetëm dieta. Pra është një kompleks mjekësh që futen në lojë, që është endokrinologu, është nutricionisti, me një dietë të personalizuar, me një aktivitet fizik po ashtu të personalizuar për pacientin në varësi të qëllimeve që kemi apo sëmundjeve bashkëshoqëruese që ka, por dhe suporti gjithmonë psikoemocional I këtyre pacientëve me mbipeshë apo obezitet.